Objekti i kultit Shën Theodori në fshatin e Frastanit është ndërtuar para shumë shekujsh dhe sipas banorëve është katruar për herë të parë nga pushtuesit otoman. Më pas është rindërtuar nga banorët, por sistemi totalitar ateist e shkatroi për së dyti. Janë përsëri banorët e fshatit që rindërtuan para 13 vitesh për të ardhur si vjet në rikonstruksionin e ambienteve të jashtme të këtij objekti, fal kontributit financiar të sotit Stefan Fane. E bëra me dëshirë me zemrën time, me dëshirë me familjen e mia. Ora këtë festim jam i gëzuar shumë që e bëra. Sa lekë investove? 4 milion. 4 milion lekë. I bëjë thirrje edhe fshatarët e mi që janë kudo në Tiranë, Greqi, Gjermani ku janë, të festojmë, të vëmë ca lekë të tjera që të rregullojmë kishën e Frastan që është gati për të rënë, ju bëj thirrje na ndihmojnë që ta bëjmë sa më shpejt. Investimi i zotit Fani përshëndetet edhe nga Këshilli Kishtari i Frastanit. Shumë me vlerë, shumë i virë, është patriotik dhe besimtar dhe ne bashkëtarët që jetojmë këtu me këtë e vlerësojmë lart sepse ka bërë një vepër me dëshirën e tij dhe me xhepin e tij. Këtë dëshiroj ta kemi dhe ta bëjmë të gjithë bashkëtarët e mi, që nga unë i pari. Banorët e Frastanit së shpejti do të investojnë për rikonstruksionin e objekteve të tjera kulti në fshatin e tyre.